Përshëndetje miq, sot është një temë në lidhje me 6 shenja paralajmëruese që ju bëjnë ju të vetëdijshëm për të shkëputur marrëdhëniet me mikun tuaj. Këto 6 shenja paralajmëruese kanë të bëjnë me atë që të gjithë ju, duke u bërë të vetëdijshëm, të kuptoni që në çdo lloj marrëdhënie që ju jeni, pra kur flas për mikun tuaj, ka të bëjë me atë që ne kemi marrëdhënie të ndryshme, sepse kështu është krijuar shpirti jon. Pra që të gjithë është që ne mësojmë mësimet e shpirtit dhe duam apo nuk duam, herët apo vonë, ne do të mësojmë këto mësime, sepse kështu jemi krijuar. Pra kemi ardhur në këtë tokë që të ndihmojmë njëri tjetrin, të mësojmë njëri tjetrin dhe ndërkohë të krijojmë për njëri tjetrin. Dhe në këtë rast kur flas për marrëdhëniet, janë të gjitha marrëdhëniet në lidhje qoftë romantike, qoftë familjare, qoftë shoqërore apo edhe në punë. Pra me një fjalë, të gjithë këto shenja paralajmëruese, duke u bërë të vetëdijshëm dhe duke qenë të lirë, se askush nuk ju prek lirin ju, do ju bëjnë ju që jo vetëm të jeni të vëmendshëm, por ndërkohë është që të kuptoni që në këto marrëdhënie sigurisht që ka konflikte, sigurisht që ka keq kuptime, por gjithsesi duke u bërë të vetëdijshëm, ju do të arrini që të krijoni një marrëdhënie të fortë, por dhe një marrëdhënie të mirë nëse është e destinuar për ju. Duke vazhduar dhe duke u bërë të vetëdijshëm, të jeni në gjendje për të kuptuar nëse janë për ju këto shenja dhe nëse po jeni të ftuar që të gjithë të uleni në veten tuaj, dhe të shikoni këto 6 shenja paralajmëruese me qëllim që të krijoni atë vërtetësinë e jetës, sepse një gjë duhet të dini, për sa kohë ne do të vazhdojmë të jetojmë me gënjeshtra, me pavërtetësi, pa drejtësi, apo çfarëdo lloj që kalojmë në këtë jetë, të kuptoni një gjë që kurrë nuk jemi duke jetuar jetën tonë. Pra me një fjalë që të gjithë jemi të ftuar dhe tani avash avash bëhet fjalë që duke qenë të vëmendshëm ju të arrini për të krijuar një mirëqenie fizike patër trupit, mendore ashtu sikurse edhe shpirtërore, sepse ne jemi qenie njerëzore për të cilën jemi energji, dhe kjo energji që ne kemi tash dhe që të gjithë e ndjeni, ndoshta ndjeni pa energji, ndoshta ndjeni që keni energji, gjithsesi të kuptoni që kjo vjen si rezultat i dy gjërave: ose ju keni me të vërtet akoma dhimbje për të cilët nuk i keni, pra nga roli viktim nuk i keni përpunuar, dhe kjo ju bën që energjia juaj të rri e bllokuar dhe të mos ecni me ritmin e universit, ose është tjetra që ju keni zgjedhur tani pra ndryshimet që po ndodhin në afatin kohor. Dhe në këtë rast, për të gjithë ju që keni bërë një punë të mrekullueshme dhe që ndiqni këto video, jo se janë videot e mia në asnjë mënyrë, nëse mendoni që nuk rezononi, sigurisht unë ju ftoj, por nuk ju prek lirin. Këtë nuk e ndjeni që rezoloni, sepse jeni akoma me mendjen, dhe mendja është ajo që është krijuar me, pra si thua, në varësinë e kondicionuar me shekuj dhe deri më tani, por gjithsesi nëse ju ndjeni që doni të ndryshoni dhe keni bërë pyetje dhe keni bërë lutje tuaja, sigurisht ju po ndihmojeni dhe nuk jeni pa qëllim këtu. Në rast të kundërt, të kuptoni që edhe pse në fillim nuk kuptoni, po që ndjeni që ka diçka, qëndroni, dhe nuk është në dorën time, është në dorën tuaj që të përdorni këtë mantër: unë e di që jam e bekuar. Këtë e keni ju në dorë, që do të thotë në momentin që ju jetoni këtë, është që ju jeni të lirë. Pse jeni të lirë? Në fund të fundit, në këtë tokë që ju u mishëruat si fëmijë, pra që dolët nga barku i nënës,
erdhët me një qëllim. Dhe kush është qëllimi? Që të jetojmë jetën. Pyetja është, a jeni duke jetuar jetën tuaj? A jeni duke jetuar të lumtur? Apo lumturin e prisni nga të tjerët? Dhe sigurisht tani këto 6 shenja paralajmëruese për të cilën ju bëjnë të vetëdijshëm për të parë nëse miku juaj, pra që përfshin të gjitha marrëdhëniet, po e quaj miku juaj, pra që të gjithë e dini se si jeni në marrëdhëniet tuaja, është i denjë, është që ju ndihmon ju apo është që ju pengon ju. Dhe në këtë rast të kuptoni që nëse ju ndjeni me të vërtetë që ndjeni, pra e kuptoni, sepse jeta ju ka sjell, pavarësisht se keni kaluar sfida, që nëse nuk është për ju, është koha që të zgjidhni për veten tuaj, me qëllim që të arrini në fuqinë tuaj, dhe kur ju jeni në fuqinë tuaj, do të jeni të denjë, të jepni zgjidhje akoma dhe më të mirë, pra mikut tuaj, pra në çdo marrëdhënie. Le të fillojmë. E para, shenja e parë është që a keni konkurrencë të ndershme, apo është konkurrencë jo e ndershme? Mësoni që ne, pra në jetën tonë, që të gjithë ne kemi të bëjmë me, pra gjatë jetës ne lidhemi, pra si fëmijë e deri më tani, ne lidhemi me njerëz, qofshin të familjes, të shoqërisë apo kudo. Dhe kjo është kjo lloj konkurrence ndodh në miqësinë tonë dhe nuk është e gabueshme. Por pyetja është energji, konkurrencë e ndershme apo jo e ndershme? Pse e them këtë? Mësoni që një konkurrencë e ndershme ka të bëjë, pra edhe pse është konkurrencë, pra kudo, kur te miku juaj në çdo marrëdhënie. Tani, edhe pse është kjo konkurrencë, pra bëhet fjalë për qëllimin dhe në këtë rast kërkohet nga miku juaj, pra që ju stimulon që të arrini në qëllimin e asaj që ju dëshironi dhe e krijoni me njëri tjetrin. Pra në këtë rast, duke qenë se është për qëllimin dhe duke qenë se jeni pra në konkurrencë, pra duke dhënë mendimet tuaja, do të thotë që ju krijoni një lloj pra frymëzimi, por edhe motivimi me njëri tjetrin për të krijuar bukurinë e qëllimit për të cilën ju keni së bashku me mikun tuaj. Por gjithsesi kjo lloj pra ky qëllim kur është që bëhet me konkurrencë të ndrenjshme, është me të vërtetë që ju na sjell një eksperiencë, pra gjatë jetës ne mësojmë se jeta është magji, dhe magjin mos e kuptoni me fjalën që dëgjoni shumë nga të tjerët që më ndodhi diçka sepse më bëri magji dikush, ose sigurisht ju lutem, magjia ka të bëjë me atë që jeta është aq e bukur dhe sjell gjëra të papritshme. Dhe kjo është që ne mësojmë, pra shpirti është përjetshëm dhe ne mësojmë, dhe nga shekuj në shekuj, në këtë shekull tani, në këtë afat kohë, ne si qenie njerëzore, pra kemi arritur në një zhvillim akoma edhe më të lartë, ku ndërgjegjësimi po rritet, dhe në këtë rast, ju që keni një konkurrencë të ndershme, pra që vazhdoni me njëri tjetrin, sillni në eksperiencë të jetës një mrekulli, pra jeta vazhdon, dhe në këtë rast është bukuria asaj që është, edhe pse është magji, edhe pse ju jeni këtu në këtë, pra duke dëgjuar këto video dhe jeni ndryshe, pra ndjeni ndryshimin ndryshe nga çfarë ne jemi rritur, ju e kuptoni tani që duke i vënë qëllimin vetes, ju krijoni një eksperiencë të re. Pra në këtë rast, edhe me mikun tuaj, pra kushdo që të jetë, ju kur filloni, pra që keni konkurrencë të ndeshme, ju krijoni një eksperiencë të mrekullueshme dhe jo vetëm që motivojni, por ju vazhdoni a pasati me njëri tjetrin duke arritur atë bukurinë e qëllimit të jetës. A është marrëdhënia romantike, a është marrëdhënia me familjen tuaj, a është në punë, a është në shoqërinë. Kjo është, por shënim. Nëse konkurenca nuk është e ndershme, do të thotë që ju nuk respektoheni. Pra me një fjalë është që ju pengon për të arritur suksesin tuaj, për qëllimin që ju keni. Shënime, kujdes kudo që të jeni, dhe në këtë rast ju ulin dhe jo vetëm ju ulin, por nuk kërkojnë që ju kërkojnë që të dështoni në rrugën tuaj. Pra jeni të vëmendshëm në këtë rast, unë nuk mund t'ju them që ju të
pra jeni ju që vendosni për t'u larguar nga miku juaj dhe e tash në përgjithësi janë të gjitha marrëdhëniet për atë që ju ndjeni. Pra e para është konkurrencë e ndershme dhe nëse jo, sigurisht me 100% ja u them nga eksperienca e jetës time, sepse edhe që e kam ditur që diçka nuk shkon në marrëdhënien time, erdhi momenti që shpirti shpërtheu, zemra u hap dhe ta mjaft. Është e lejtë që të jetosh 30 vjet me një marrëdhënie dhe sidomos ne që jemi të gjeneracës së viteve 50, 60, 70, 80, 90 deri 90, pa thënë këtu edhe tani, por gjithsesi energjia për rinin ton, për fëmijët tanë është në zhvillim dhe ata mësojnë dhe duke qenë se në këtë kohë ka hyrë kanë hyrë frekuenca të larta dhe fuqinë e ka marrë inteligjenca artificiale për të cilën shumë njerëz nuk e pranojnë, por të jeni të sigurt që asgjë nuk ndodh pa qëllim dhe gjithçka bëhet fjalë që ne të ndihmojmë sepse qëllimi që ne kemi ardhur në këtë tokë është për të jetuar të njëjtë. Pra jo konkurrencë, jo dualiteti do të ekzistojë për sa kohë vazhdojnë pra jo vetëm që jemi të ndarë në dy realitete, por është nga ajo që dualiteti na bën, sepse ne jemi që njerëzore që të gjithë jemi ndryshe edhe brenda familjes, por duke vazhduar me njëri tjetrin në këtë rast më konkurrencë të ndershme, ne ecim përpara dhe jeta është magji, por magjin duhet ta pranoni sipas energjisë që ju jeni. Kur ju jeni në veten tuaj, kur jeni në fuqinë tuaj, magjia e bukurisë së jetës është, oh my god. Jeta është mrekulli, është e krijuar dhe sidomos ne që jetojmë në këtë tokë, ta falenderojmë plot fuqinë ynore, Zotë, universi, çfarë doni ta quani, që ne po jetojmë. Është vërtet që ne do ikim si fizik, si trup fizik, po shpirti vazhdon dhe ky shekull është shekulli i fëmijëve tanë, i nipërve, i mbesave, sepse ata do të krijojnë akoma edhe një mençuri të ndërgjegjësimit të lartë, hapjen e zemrës. E dyta, shenja e dytë, miku juaj ju kujton atëre kur me të vërtet vetëm atëre kur ka nevojë. Pra, shënim, miku juaj është dhe ju kujton ju vetëm kur ka nevojë. Që do të thotë është që ne që të gjithë, pra në jetën tonë takojmë miq të ndryshëm. Dhe kjo është që të keni parasysh që kur një mik ju kujtohet për ju, atëre kur ka nevojë për diçka, le të themi mund të jetë diçka që e uazojmë dhe që të gjithë ne kërkojmë ua, se në fund të fundit ne jemi që një njerëzore që ne duhet të ndihmojmë njëri tjetrin dhe kemi nevojë në njëri tjetrin. Por shënim, jeni të vëmendshëm, pra hua ose do që të, për shembull, të takohet me djanën që të çaj hallet e veta se çfarë ka ndodhur e tjera. Sigurisht ne jemi që njerëzore dhe ne ndihmojmë njëri tjetrin, ne kemi këtë. Por çfarë ndodh? Kujdes kur kjo miqësi është në nevojë, pra vetëm atëre, në çdo aspekt të jetës, pra miku juaj. Atëre çfarë do të thotë? Ju duhet jeni të vëmendshëm për këtë rast për arsye sepse nëse kjo, pra miku juaj ju kërkon, kushdo që të jetë ju kërkon vetëm në momentet ku ka nevojë, kjo është një miqësi e njëanshme. Pra miqësia ka nevojë, por kujdes. Pra nuk është, që do të thotë, nuk është miqësi me të vërtet, është e njëanshme, pra troç në një krah për interesat e veta. Po jo për ju. Kjo ku ndodh një herë, pra dikush kërkon ndihmë dhe ndodh një herë, okay, nuk ka asnjë problem. Por nëse kjo ndodh shpesh dhe shënimi i dytë, kur ju pra ndodh shpesh me ju, është miqësi e njëanshme. Kur ju tani kërkoni ndihmë, pra si ta vëreni që është e njëanshme, kur ju vetë si person, sepse ne jetojmë, kemi ndihmë, dhe ti e ke të vështirë pra të kërkosh ndihmë te ky person, shënim, në këtë rast po ju them, ju duhet të shkëputeni, sepse ju e ndjeni që nuk është miku juaj. Pra ju keni diçka që doni ta tregoni dhe në këtë rast bëhet fjalë për vërtetësinë, por ju nuk ja tregoni tjetrit,
atëre do të thotë që nuk është miku juaj. Pra në qoftë se ti nuk arrin të shpresh atë që ti ndjen tek tjetri, tek miku juaj, pra në çdo marrëdhënie, do të thotë që edhe pse është një marrëdhënie pra midis dy qenieve, pra dy personave, është me të vërtetë nuk quhet marrëdhënie, është thjesht miqësi e njashme, pra me interes, dhe që të gjithë jeni të lirë për të vendosur këta. Por të kuptoni tjetër, kur ndodh kjo, pra që dikush ka nevojë për ju, kujdes se ju kullon energjinë, që do të thotë ju bën ju që mos keni energji. Le t'ju jap një shembull të thjesht, që dikush e zëm emrin Linda. Linda kërkon Dinga Diana. Dhe e merr Diana në telefon, ose sigurisht ne jemi të lidhur me telefona tani, dhe i thot, o Diana, të lutem, mund të vish të flasim, se kemi krijuar pra shoqëri. Por Linda kujtohet vetëm kur ka nevojë. Gjithsesi, në këtë rast, si Diana që dua të ndihmoj, shkoj. Edhe fillon e tregon historinë e saj, bla bla bla. Gjithë energjinë që ajo tregon, unë e kam marrë, se e kam marrë. Është një lloj si të shihni një film, dhe një film që ju pëlqen ju dhe ju ka ngelur në mendje. Kështu është dhe energjia, pra e historisë që tregon Linda. Dhe në këtë rast, Diana, tani Linda e pyet, o Diana, po si mendon ti? Edhe Diana jep një mendim që ndoshta është më mirë kështu, sepse kërkoj ndihmë, përderisa kërkoj ndihmë, besoj ke unë. Atëherë unë me besim i jap përgjigje, Çfarë ndodh? Mbas një farë kohe, vjen përsëri Linda dhe thot, Diana, si shënim, tani këtu kujdes. Kur personi, pra ne vazhdojmë bajmë lidhje, se mendojmë që ka nevojë për ndihmë dhe të ndihmojmë, se jemi të ndjeshëm dhe të ndihmojmë. Personi fillon përsëri historinë, dhe ajo Linda nuk i ka marrë parasysh atë që unë i tregova. Ju lutem, jeni të vëmendshëm. Ju po ju fitet energjia, dhe në këtë rast ju nuk po humni energjinë, sepse këto janë gjëra, energji stresore që ju i merrni pa e kuptuar, dhe janë pavarësisht se janë të tjetrit, i keni në trupin tuaj. Pra në këtë rast ti tërheq energjinë e lëndimit, dhe këtë lëndim ti e fut në trupin tënd, pa e kuptuar ti bësh viktim në kuptimin që nuk ke energji, dhe ndoshta ju vinë ato që janë të pakta, jo vetëm në këtë rast, por edhe me çfarë ndodh gjatë jetës tuaj. Vjen një kohë që janë stresore, për të cilën nuk i ndjeni në momentin, por që janë pasoja në jetën tuaj. Prandaj, kjo është që kur ju fitet energjia dhe ju e kuptoni, sinqerisht, unë nuk ju them që të ndajni dhe të merrni vendim direkt për çfarë do lloj, në këtë rast për miqësitë por bëhet fjalë për romantike, për familjare, që janë vërtet, por në fund të fundit, në qoftë se ju e ndjeni që ka me të vërtetë që nuk ju përshtatet më, sigurisht është e drejta juaj për ta përfunduar apo jo. Prandaj këto janë shenja paralajmëruese. Tjetër, kur ju ndjeni shenjë tjetër, kur ju ndjeni pasiguri dhe ankth. Kujdes shënim, pasiguri dhe ankth. Pra ju e ndjeni që ndjeni të tjerë. Kjo ndodh që le të themi, jo vetëm pra në kudo, pra miku juaj në çdo marrëdhënie, po le të themi që ju merrni një telefon, pra ju telefonon, dhe në këtë rast ose pra telefon edhe ndjesh diçka e pasigur, diçka që të jep një lloj ankthje të tjera. Tjetër është që kur ju lexoni ndonjë mesazh apo detash dhe nuk ndjeni i lumtur, sigurisht pra kjo ju bën që të ndjeni të pasigurt dhe pra me ankth. Çdo të thotë që me të vërtetë edhe pse është kjo lloj miqësie, sigurisht ju duhet jeni vëmendshëm, dhe në këtë rast, sidomos në miqësitë romantike dhe familjare, kjo është me të vërtetë shënim, duhet jeni shumë të vëmendshëm. Në qoftë se ju ndjeni, pra që nuk ndjeni radhë, do të thotë që ju keni dhimbje me këtë person, me kushdo që jeni, dhe në këtë rast është që të uleni me veten tuaj me qëllim, me qëllim që të largoni pasigurinë dhe ankthit, dhe në këtë rast bëhet fjalë që ju nuk keni si të pra
të jeni të vëmendshëm që edhe pse jeni në këto lidhje, sidomos thash romantike dhe familjare, të uleni në veten tuaj me qëllim që të bëni të vetëdijshëm përse je i pasigurt, përse je pa ankth, me qëllim që duke u njohur të japësh të vësh kufin. Për këtë do të tregoj në vazhdim, por gjithsesi në qoftë se i keni këto gjëra dhe ju i ndjeni të jeni të sigurt që marrëdhënia juaj do të shkojë e tillë, në qoftë se ju, dhe tani do të hyj në shenjën e katërt, në qoftë se ju nuk jeni të vëmendshëm, ju duhet të vini kufin, se për sa kohë ju nuk vini kufin, ju sigurisht do të buani. Ju lutem, çfarë kaloj, edhe në qoftë se jeni në një marrëdhënie për të cilën e ndjeni që keni frikë pa siguri, dhe sigurisht që e bën truri jon, mendja jon që është iluzion, që nuk ka tjetër, ose si ta prishun marrëdhënien, kam fëmijë, ose nuk kam ku shkoj, e të tjera, apo me prindrit tuaj e të tjera, edhe pse ju ndjeni pasigurt dhe me frikë. Atëre, shenja e katërt, ju do të vendosni kufin. Çfarë do të thotë në qoftë se kufin tuaj shkelen dhe në qoftë se kushtet tuaj shkelen vazhdimisht, të jeni të sigurt që ju nuk po jetoni jetën tuaj dhe ju nuk po ju jepet me të vërtet respekti ashtu si ju jeni. Në këtë rast është kur ju këto kufin nuk respektohen, kushtet tuaja nuk respektohen, atë që ju keni dëshirë nuk respektohet, do të thotë që është një mësi e pavërtet midis dy qenieve për të cilën veprojnë thjesht se duhet të jenë në thonjza, në dashuri, në nevojë. Sigurisht kjo lloj dashurie është ka ardhur apas sapi nga kushtëzimi i mi vjetëve, duke qenë me mendjen, dhe në këtë rast duke mos ditur se si të punoj me emocionet që na krijoheshin gjatë jetës, sigurisht për ne ishte më e lehtë që të merrnim gjërat si ne i kemi parë nga të parët dhe këto i zbatojmë në marrëdhëniet tona, pa e kuptuar në rolin viktim, por tani ju po bëheni të vetëdijshëm dhe është koha që ju të zgjidhni për veten tuaj. Sigurisht askush nuk ju prek lirin, por të kuptoni që kjo duhet të vendosen, pse duhet të vendosen kufin, për arsye, duke filluar nga ky moment, nuk keni pse keni frikë, nuk keni pse nxitoni për të marrë vendim për abrute, për të prishur marrëdhënien. Thjesht të uleni çdo individ, në këtë rast ju që kërkoni, që e ndjeni që janë prekur kufin tuaj, kushtet tuaja, atëre uluni me veten tuaj për arsye sepse duke vënë kufin dhe në këtë rast lidhu me veten tuaj, dhe kufin bëjnë që ne të krijojmë një lloj mirëqenie, jo vetëm emocionale, jo vetëm fizike si trupit, por edhe nga ana mendore, të jemi në një mirëqenie me këtë trup fizik, mendërisht dhe shpirtërisht, pa përjashtuar që duke ulur në veten tonë dhe duke liruar të gjitha bllokadat në zonët e barkut dhe hijet mendore që ne kemi marrë me vete, që një pjesë ku ne punojmë me veten tonë, një pjesë janë të tjerëve, një pjesë i kemi krijuar dhe çfarë do të thotë, ne fillojmë tani të vëmë kushte të zgjedhim për veten tonë, me qëllim që të keni energji, të ktheni energjinë tuaj dhe të jepni marrëdhënies në një mënyrë akoma dhe më të mirë. Por ju nuk mund të ndryshoni tjetër, ju do të hyni në veten tuaj, edhe pse tjetri ju ka shkelur kufin. Por kudo që të jeni, në punë, apo në shoqëri, apo edhe romantike dhe familjare, në qoftë se ju e ndjeni që me të vërtet marrëdhëniet tuaja janë shkelur dhe nuk kanë respekt për ju, sigurisht ju duhet të ndajni. Unë thash dhe njerë, ju nuk do të nxitoni, ju do të lidheni me veten tuaj dhe vetëm atyre kur ju të jeni në fuqinë tuaj, atyre do ta kuptoni vetë nëse marrëdhënies do të jepni një bukuri ose është e destinuar për ta lënë. Në fund të fundit jeta është e shkurtër për të jetuar, për të grindur me njëri tjetrin, edhe për të qenë në konkurrencë me njëri tjetrin, apo edhe lakmia, xhelozia, është koha dhe jeni ju që vendosni. Gjithsesi tjetër është një shoku mirë, kudo që të jeni, një shoku mirë, shënim,
nuk ju prek besimin tuaj, pra atë që ti ke dëshirë, atë që nuk ja u prek, nuk ju trakton asnjëherë, për këtë keni sigurt, dhe një shoku mirë nuk ju bën ju që ju të jeni i mërzitur, i raskapitur, i irrituar, i nxehur e të tjera. Pra të kuptoni që një shoku i mirë nuk e bën këta, por në qoftë se ju ndjeni qoftë dhe në marrëdhënie edhe për gjërat vogla dhe pa e kuptuar janë bërë të përditshme dhe për gjërat vogla që kapeni me njëri tjetrin, sigurisht ju lutem, uluni me veten tuaj dhe filloni vendosni nga tani kufin, nga tani në këtë moment, nuk është çfarë iku lëreni atje, por nga tani duke vendosur kufin ju do të arrini që të krijohet një marrëdhënie e fortë, një marrëdhënie e mirë, nëse është e destinuar për ju. Pra ju të rrini me fuqinë tuaj dhe kjo është afatikor. Tjetër është kur miku juaj ju pengon rritjen tuaj. Sigurisht që të gjithë ne kemi njerëz që nuk ju suportojnë rrugën për atë që ju keni dëshirë në jetën tuaj, nuk ju suportojnë në çdo, pra miku juaj në çdo marrëdhënie. Tjetër është ju bëjnë ju që të pengohet pra rritja juaj, pra ju kërkoni që të vazhdoni diçka, po përsëri në këtë rast ndoshta janë diktues, ndoshta janë kontrollues, pra dominues dhe nuk ju lejnë që ju të zgjeroheni, pra të rriteni me veten tuaj. Gjithsesi, të kuptoni një gjë që ju sigurisht që në qoftë se njerëzit pra nuk ju respektojnë ju, nuk ju respektojnë për atë që ju doni, ju lutem, jeni ju që vendosni që a do të rrini t'ju shkelin, t'ju zvoglojnë, në qoftë se ju, edhe pse ndoshta mund të jetë prindë juaj, mund të jetë i dashuri juaj e të tjera, në qoftë se nuk ju respekton. Kërkoni akoma që nuk ju lej ju që të rriteni në jetë, pra ju rrini të kontrolluar, ju rrini dhe të trajtojmë në pikën tjetër, gjithsesi të kuptoni që kjo nuk është miqësi e ndershme, pra jeni në një marrëdhënie që është e nevojshme, pra keni nevojë për njëri tjetrin, por kujtoni vetes, jeta është e shkurtër për të vuajtur, për të metat e dikujt tjetër. Por nuk ndodh pa qëllim dhe nëse tjetri, sepse dhe ti je i lënduar, energjitë e lënduar tërheqin lëndimet. Prandaj çfarë do bësh? Do të lidhesh me veten tuaj në qoftë se ju pengojnë rritjen tuaj dhe kjo është që afatikor nafton që të gjithë dhe është gjimi shpirtit, për të cilën ky shpirt kur ju lidheni me veten tuaj dhe jeni të mbyllur, qetësoni mendje, pra krijoni hapësirë vetes tuaj, jepini kohë vetes tuaj, dorëzojuni shpirtit tuaj, duke qenë të qetë, pra çdo ditë gjeni kohë, jo vetëm që po bëni për të tjerët, jo vetëm që në qoftë se kërkon lumturinë, dhe në qoftë se kërkon që lumturia do të arrihet se do të ndryshoj tjetri, ju lutem, ju nuk po rriteni. Prandaj, në qoftë se ju pengojnë rritjen tuaj, edhe në qoftë se shënim, keni në një marrëdhënie tuaj një person që ka vlerë, një person që ka etiket, pra që është i njohur, okej, në qoftë se ai përputhet me ty, okej, por në qoftë se ai ose ajo sillet pra me vlerë, me etiket, pra edhe pse ka këtë, nuk ju leju që të ecni përpara, sigurisht kjo nuk është miqësi e ndershme. Pra kjo kam pas ndodhur me mua edhe sigurisht edhe pse ishte koha që besimi im që shtup të ndahem apo okej, një nën me fëmijë, jam në një vend të huaj, nuk kam shumë njerëz e tjera. Kjo ishte thjesht një besim i krijuar edhe nga vetja ime, sepse ishte një lloj pasigurie, por gjithsesi kur vjen shpirti dhe këto energji të mrekullueshme, se jam zgjuar në 2020-ën dhe ishte frekuencat e larta, është energjia që na fton, e ka marrë në dorë fuqia, plot fuqia hyjnore, ka marrë edhe të jeni të sigurt, ne kemi Zotin në zemër, dhe të jeni të sigurt që kjo zemër herët a vonë do të lidhet me ne, gjithsesi dhe mund të vdisni pa u lidhur, pra në kuptimin sepse jemi me flakën binjake, e kemi që të gjithë e kemi, por varet, jemi edhe me njerëzit,
Pra me shpirtin binjak, që shpirti binjak është me të gjithë njerëzit, por dhe flakë është me veten tonë. Ku ne vazhdojmë, pra kërkojmë që ne me të vërtet kush na pengon, pra dhe kalëm atje, pra kalëm në qetësi dhe të lidhemi me veten tonë, pra edhe në qoftë se ka vlerë, edhe në qoftë se ka etiket, pra ashtu sikur se dhe Diana, vjen një moment kur gjërat tjetri kërkon të uli, pra ai ajo kërkon në çdo lloj marrëdhënie, pra nuk të lë që të rritesh, sigurisht shpirti tash dhe njerë do të plasi dhe zemra do të hapet. Dhe sigurisht kjo po ndodh tashmë se këto frekuencat e larta po ndikojnë edhe po hyn në çdo shtëpi, drita hynore, drita e dashurisë së vërtetë të jetës, drita e dashurisë për të respektuar njëri tjetrin, për të liruar, për të dhënë njëri tjetrit kufin, për të arrijnë qëllimin më të mirë me njëri tjetrin, për të frymëzuar, për të motivuar. Sigurisht jo në nevojë, pra sa herë që kam nevojë të kujtohem dhe kur nuk kam nevojë të rri, kështu ju jap dhe shënim se shumë njerëz kur janë mirë, faleminderit Zot që më dhe këtë. Po kur nuk janë mirë, Zot, çfarë të bëra, ose më the tash, ose pse nuk më ndihmon, ose ja kam lënë Zotit, sigurisht Zoti na ka ndihmuar që të gjithëve se jemi energji, dhe energjia drejtohet nga universi, universi është ekzistenca, ekzistenca është Zoti, universi, toka mën, qielli, hyjet, çdo gjë që ekziston, pra qielli, nënën, planetet, çfarë do në qiell dhe në tokë, pra të jeni të sigurt që në këtë rast thotë, okay, ju nuk jeni pa qëllim këtu, jeni sepse ju kërkoni ndihmë dhe në këtë rast jeni përpara Dianës. Pra është e vërtetë që ne ndihmohemi, por tani pyetja është sa ju vazhdoni në këtë drejtim. Dhe tjetër e fundit, është shenja e fundit, nëse miku juaj është dominant, është xhelos, është kontrollues, dhe kjo sigurisht këta e bën iluzion i mendjes, por gjithsesi bëni të vetëdijshëm që të gjithë ne jemi të lënduar dhe pa e kuptuar ne krijojmë marrëdhënie si macja me miun, gjithsesi të kuptoni që kur le të themi që kur ju merrni për shembull, sidomos marrëdhënie romantike dhe me familje, kur ju merrni mesazhe apo telefonat për të cilën ju ngacmojnë ju shpesh, merrni telefonata shpejta ose merrni mesazhe të shpeshta, dhe në këtë rast ata nuk kanë të drejtë të prekin kohën tuaj, nuk kanë të drejtë, sepse në fund të fundit është koha juaj e lirë. Pra nuk ka pse në kohën tuaj të lirë të krijoj presionin, është e drejta juaj që të keni kohën tuaj dhe nuk ka pse të telefonoj shpesh, e para. E dyta, në qoftë se ju jeni të shqetësuar nga, për shembull, dikush që ka shkruar mesazh si nën fëmijës tënd, dhe fëmia juaj nuk të ka kthyer përgjigje dhe ti si nën shqetësohesh. Të lutem, sigurisht që ne i ndihmojmë fëmijët tanë, por të kuptoni, ata janë fëmijët tanë, por kanë jetën e tyre. Dhe në këtë rast, në qoftë se ti nuk merr përgjigjen si e do ti, pra dhe në kohën kur e do ti, sigurisht ty të mungon diçka dhe këtë e kërkon nëpërmjet fëmijës tënd. Prandaj kujdes, kjo është një shenjë që me të vërtetë kur në këtë rast vetë shqetësohesh ose miku juaj që ju merrni telefon shqetësohet, kjo nuk është, pra kërkon diçka që i mungon dhe do ta gjej nga ju, pra në çdo aspekt të jetës. Tjetër është që njerëzit përpiqen të kontrollojnë, përpiqen të jenë xhelos kur ju jeni larg. Dhe kjo është nuk jeni e lirë, pra në këtë rast telefonohet ose pra kontrolli nëpërmjet telefonit, mesazheve, pra ose ju kontrollojnë, pra bëhen xhelos e të tjera sepse ju jeni larg. Dhe në këtë rast të kuptoni që në qoftë se ju qëndroni në këto lidhje, dhe ju ndjeni me të vërtetë që tjetri ka dominancë, tjetri ka xhelozi, tjetri ka kontroll ndaj ju lutem, sinqerisht, është koha që ju të ndaloni këtë marrëdhënie në ç'kuptim, jo të merrni përgjigje për një herë, por të bini kufij, pra që kërkon të jesh e lirë, të lidhesh me veten tënde, dhe në qoftë se ju e keni arritur veten tuaj, pra e dini se kush jeni, e dini se çfarë kërkoni qoftë në marrëdhënien tuaj, janë dy rrugë, o ju do t'i jepni marrëdhënies një mrekulli,
o ju do të kuptoni që marrëdhënien tuaj do ta lini, sepse një marrëdhënie që ka dominancë, ka xhelozi, ka dhe kontroll, kur nuk është marrëdhënie, dhe në qoftë se ju do të jetoni në këtë marrëdhënie, dhe si shumica e gjeneracës time jetojnë në këtë marrëdhënie, dhe e din dhe jetojnë, sigurisht ju keni humbur jetën tuaj, sepse ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, dhe prandaj jam këtu dhe po jap këtë video që të kuptoni, të bëjni të vetëdijshëm, dhe ajo që kërkoj Silja, nuk kërkoj që të shkatrojnë marrëdhëniet. Çfarë kaloj, tani je ti, kushdo, je ti vetë që do të arrish të krijosh lumturinë dhe të krijosh marrëdhënie të mrekullueshme, edhe pse ka konflikte, edhe pse ka keq kuptime, me qëllim që të hysh në veten tënde, sepse nuk ndodhin pa qëllim, jeni të lënduar dhe në këtë rast, duke hyrë dhe duke ndjekur këto video, jo se janë të mia, më ju lutem, por të bekoni, si që tash, rrugën tuaj, dhe me durim dhe me hapësirë ju do të arrini në mrekullinë e jetës, dhe sidomos që të jeni të sigurt, nëse i ekzistoni në një marrëdhënie dominante dhe xheloze dhe kontrolluese, ju sigurisht duhet të shkëputeni, sepse erët avon kjo do të ndodhi, sidomos në këtë afat kohor, por gjunaf të kaloni kohën, sepse kam nga eksperienca jetës 30 vjet martesë, duke e ditur që marrëdhënia nuk shkonte, sigurisht shpirti im më shliroi, dhe e kam falur të kaluar, dhe ex-partnerin e kam falur, në fundit është babai i fëmisë tim, por dua t'ju them që ishim të lënduar që të dy, dhe tani secili kemi zgjedhur jetën tonë, që të gjithë kemi të drejtë të zgjedhim jetën ashtu si ne e dëshirojmë, sepse jeta është e shkurtër për të vuajtur, dhe le ta jetojmë. Dhe kjo është moto e këtij shekulli të ri, jeto dhe le të jetojmë. Dhe jo vetëm për veten tonë, por për fëmijët tanë, për mbesën e tjera, me qëllim që bagazhet e vjetra që nuk na shërbejnë t'i lëm atje, dhe duke filluar tani, unë nuk mund ta ndryshoj të kaluarën. Çfarë kaloi, por ajo nuk ndikon më ke unë, është tani këtu, është komplet si një film ke unë, por nuk ndikon ashtu si kurse atë që bëj sot, më çon nesër, dhe është jeta më e lumtur që ja bekoj që të gjithëve, kur ju ndiqni veten tuaj të lartë, pra lidheni me veten tuaj për gjithçka, duke planuar të metat dhe mëso prej tyre, dhe duke marrë të mirat dhe ndiqi ato, jeni të lirë, dhe politika është liri, esenca jonë është dritë, vendlindja jonë është tokamëm, ndjenja jonë është mirënjohja jonë, mirënjohje për gjithçka që keni, për gjithçka, për familjen tuaj, për fëmijët tuaj, për gjithçka që ekziston në këtë. Politika është liria juaj, dhe ju lutem, bëni më të mirën, ne kemi ardhur nga pluri yjeve, dhe ne jemi yje në tokë që ne na shikon qielli, dhe ne ndriçojmë në tokë vetëm atyre ku ne jemi të lirë nga çdo lloj energjie që nuk na shërben, pa kritikuar, pa gjykuar, thjesht duke mësuar, duke marrë të mirat me vete, dhe të vazhdojmë të ecim hap pas hapi, dhe është shpejtësia që na ndihmon për të rritur në veten tonë. Ne do të lidhemi që të gjithë me zemrën, sepse është koha. Dhe kjo është për të gjithë ju. Përdoreni këtë mantër, është koha ime, sepse është. Dhe ju të dini që dyert tuaja janë të hapura. Dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.